Po këta njerëz që akuzojnë të tjerët për sekularizëm, mohojnë me interpretim të keq disa ligje të shariatit. A nuk është pra kontraditore kjo ose kundërthënie? Padyshim, e habitshme, këta të duken si gjysmë liberal. Nga njëra anë akuzojnë dietarët, hoxhallarët dhe besimtarët që këta nuk njohin synimet e fesë, këta nuk ecin në hapin e kohës, këta po i laicizojnë fejen, këta janë shekularistë, akuzë shumë të rënda, sqarova pak më parë. Nga ana tjetër, keq shpjegojnë citatët e Kuranit dhe Sunetit, madje nuk pranojnë një pjesë të haditheve, dhe disa ligje të fesë nuk i pranojnë. Për shembull, në lidhje me femrën, këta kanë një qasje që femra të përzihet dhe të marrë pjesë kudo qoftë edhe në gjëra që janë haram. Dhe për shembull, po të sjellësh tyre hadithet që flasin për qëndrimin e femrës, ajeti i Kuranit me qëndru femra në shtëpi, kjo është më e mira, por në rast nevoje lejohet. Dhe gjithashtu për punë të lejushme i lejohet që dalë të punësohet, po më e mira për to të qëndrojnë në shtëpi, waqarna fi buyutikunna. Ose hadithet, siç është hadithet e profetit që parapëlqejnë që femra të qëndrojnë në shtëpi. Dhe theksojnë që vendi ku femra është më afër fytyrës së Zotit të saj është jo vetëm në shtëpi, po në vendin në shtëpi ku është më e humbuluar. Aqrabu ma takunu al-mar'atu min wajhi rabbiha wa hiya fi qa'ri baytiha. Hadithi saktë në Sahih Ibn Khuzejmes, po ka edhe disa hadithe të tjera me këtë kuptim. Po do përmendesh këto hadithe, këta o janë dobta, ato janë sakta, po nuk kanë fare njohuri mbi shkencën e hadithit. Ose do të thonë që nuk janë sakta, ose nuk i pranojnë, nuk i përfillin, ose i nënçmojnë hoxhallarët dhe besimtarët që përmendin hadithe të tilla apo përmendin me këto që këta janë kështu, këta janë ashtu. Allahu na ruaj, domethënë, ka një farë hipokrizie, themi hipokrizie e vogël, mendjemallësie, për çmimi. Ose për shembull, kur vim për këtë çështje tjetër, që femra sipas rregullave dhe ligjeve të fesë nuk bëhet kryetare e shtetit. Nuk bëhet drejtuese e shtetit. Këta thonë jo, domethënë për të treguar si mendje hapur para jo muslimanëve, thonë duhet që të angazhohet femra, duhet që të përzihet me shoqërinë deri në atë pikë, saqë të konkurrojë dhe të përpiqet, të bëhet domethënë jo vetëm ministre dhe deputete, po sipas tyre të kryetare e shtetit, dhe nuk u vjen turp edhe më përmend këtë pjesë. Ndërkohë që kjo në kundërshtim qartë me hadithin e Sahih Buharit, la yuflihu qaumun wallau amrahum imra'a. Nuk shpëton një popull të cilët zgjedhin si të parë, që caktojnë për të parë si udhëheqëse një grua. Nuk shpëton ky popull. Pas kanë sukses këta njerëz. Se femra ka natyrën e saj, ka drejtat e saj. Ajo është nënë, ajo gjysma e shoqërisë. Ajo ka pozitë shumë të lartë. Po femra ka natyrën e saj, ka objektivat e saj, ka fushën e saj të veprimit. Ndërsa drejtimi, udhëheqja përket burrit, sipas rregullave të Islamit. Nuk është vetëm këtu të përmendë citate të tjera. Po ja ky hadith. Po çfarë thonë këtë hadith ta? Këta refuzojnë këtë hadith. Hadith Sahih Buharit. Nuk punojnë me këtë hadith. Pra një ligj të fesë ta refuzojnë. Ka dhe shumë ligje të tjera. Po nga i kanë marrë këto ata? Këto i kanë marrë nga afetarët, nga liberalët. Sepse ky nuk është interpretim islam. Ky është interpretim liberal. Kështu që këta që akuzojnë dietarët dhe hoxhallarët dhe besimtarët për sekularizëm, këta bien probleme të tilla. Megjithëse ne nuk i quajmë qafira. Po kjo është devijim, kjo është bidat. Pra, smundën që kanë vetë, u hedhin të tjerëve. Allahu na ruaj. Prandaj unë them për këta që këta janë gjysmë liberal. Një pjesë rregullave ligjeve të fesë këta përpiqen t'i shpëtojnë apo t'i shmangen me interpretime të këqija.